230 nxënës të medresesë Alaudin kanë mbajtur mbrëmjen e maturës në fundjavë, duke shënuar kështu me sukses përfundimin e shkollës së mesme të lartë. Në një organizim festiv të organizuar për nder të përfundimit me sukses të medresesë, nxënësit u shprehen të lumtur për këtë të arritur të tyre, duke falendëruar këtë shkollë dhe Bashkinë Islame të Kosovës. Drejtori i medresesë, Fadil Hasani, u kërkoi nxënësve që të mos e harrojnë asnjëherë mësimet e marra nga kjo shkollë dhe të ndjekin ato çdo herë. Mos na harroni mësimet e cilat ju begatoi medreseja me to, sepse janë mësimet e burimeve të mëfetat e Kur'anit Adhim Shem, dhe sunetit e Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjitha mësimet që keni marrë nga mësuesit e juaj, ju lutem t'i përcjellni, t'i përbani dhe t'i pasoni të jetës juaj. Ato do t'ja ndryshojnë rrugë. Mos lakoni nga rruga e Kur'anit dhe së traditës së Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Miftiu Naim Tërnava, para maturantëve, foli për rëndësinë e jashtëzakonshme që kanë pasur imamat në të kaluarën dhe në veçanti medreseja Alaudin. Ky vend është vendi i kombit shqiptar. Në veçanti nga vitet 89 deri në vitin 99, është projektu ardhëmëria e vendit tonë në aspektin politik, shoqëror, ekonomik, kulturor, fetar. Tu është përgatitur çdo gjë jashtu ku jeni ju. Tu kanë kaluar kokat më të ngritura të vitura të kombit shqiptar. Maturantët e kësaj shkolle falendëruan mësimdhënësit që me angazhim maksimal të tyre punuan që nxënësit të fitojnë dije sa më shumë. Gjatë 3 viteve që jemi këtu, ne me të vërtetë kemi mbuluar dhe mësuar shumë me rreth studimeve dhe aftësitë që ofron medreseja. Kjo ka qenë e mundur për shkak të vullnetit tonë për të mësuar, por gjithsesi kjo nuk do të ishte asgjë pa shpirtin punëtor dhe përkushimin e pedagogëve tanë, të cilët sakrifikuan shumë gjatë këtyre 3 viteve. Përfundimi i medresesë shënon një hap shumë të rëndësishëm për ne, nga se është vendi që ne mësuam fjalën e Allahut xhaleshanu, formuan personalitetin tonë, krijuan një familje të dytë, edhe veç familjes në zemrat tona, krijuan edhe një folim grose, te të cilat mund të shtrohen çdo herë kur jeton në ndër. Ndryshe, në javën e kaluar, nxënësit e kësaj shkolle të mesme të lartë përfunduan hatmen e Kuranit, duke u shpërblyer në fund edhe me mirënjohje të gjithë nxënësit e dalluar.